Pra të nderuar qytetarë, të nderuar gazetarë, të nderuar përfaqësues të medjave, tragedia katastrofale në Koçan, të cilën vdiqën një numër i madh i bashkëqytetarëve tanë, ngriti shumë pikpyetje për sigurinë, kontrollin dhe funksionimin e institucioneve, veçanërisht për ata që sipas ligjit dinin dhe ishin të detyruar të dinin se çfarë po ndodhte. Koçani është një komunë me 31.602 banorë, 12.000 anvisëri dhe vetëm 2 vende që operojnë me aktivitet si klub nate apo kabare. Në komunën e Koçanit, bashkëqytetarët njihen me njëri tjetrin, por edhe popullata lokale i di shumë mirë rrethanat në vetë komunën. Kryetari Ljupço Papazov, i cili ka qeverisur 3 vite me komunën e Koçanit, e dinte dhe ishte i obliguar të dinte se kompania MMM Cafe Doyle Koçani nuk kishte licencë dhe nuk i plotësonte kushtet për të ushtruar aktivitet si lokal nate në komunën e tij. Ministria e Ekonomisë nuk ka lejuar që në mars të vitit 2024 t'i lëshohet licencë objektit ku ushtroi aktiviteti, pikërisht për shkak se në atë kohë nuk plotësoheshin kushtet për një miratim të tillë, pra nuk plotësonte kushtet e sigurisë për marrjen e licencës. Në pyetjen nëse janë kryer të gjitha kontrollet e nevojshme në vitin 2012 dhe nëse është konstatuar se hapësira e klubit të natës i plotëson standardet për mbrojtjen nga zjarri, daljet e sigurisë dhe kapacitetin e evakuues, përgjigjja është e thjeshtë. Në vitin 2012, pra 13 vite më parë, nëse objekti plotësonte kërkesat minimale teknike për të kryer ndonjë aktivitet, në vitin 2024 nuk plotësonte kushtet për kryer aktivitetin e një klubi natë. Ndaj është thelbësore të dihet se cilat institucione dhe zyrtar dhe me vendim të kujt lejohet që në vitin 2024 dhe 2025 kjo kompani të ushtrojë aktivitetin e një klubi nate apo kabareje dhe që ky objekt të funksionojë pa licencë. Besojmë se është e qartë për opinionin kush ka pushtet absolut mbi institucionet në nivel lokal dhe kombëtar, që nga viti i kaluar në Maqedoni, kohë në të cilën ndodhi kjo tragjedi, kush e lejohet të ndodhë dhe kush është përgjegjës për ngjarjen e kësaj tragjedie dhe duhet të ketë përgjegjësi dhe llogaridhënie. Rregulloria për plotësimin e kërkesave minimale teknike thotë se subjekti juridik duhet t'ia dorëzojë kërkesën për përmbushjen e kërkesave minimale teknike për kryerjen e tregtisë dhe fillimin e funksionimit të objektit të shitjes apo të objektit tjetër afarist tek organi kompetent i komunës së Koçanit. Kjo autoritet është përgjegjës për mbikëqyrjen e procesit. Aplikacioni për plotësimin e kërkesave minimale teknike, personi juridik do të dorëzojë edhe në Inspektoratin Shtetëror të Tregut në Koçan, i cili është kompetent dhe i obliguar për të kryer kontroll. Sipas rregullorës për zbatimin e kushteve minimale teknike për kryerjen e veprimtarisë hotelierike, në nenin 9 thuhet se objektet duhet të plotësojnë kushtet. Do me thënë me kërkesën për vendim për lëshim në licencës së kabares, duhet të paraqesin vendim nga regjistri qendror, tarif të paguar në komunën e Koçanit, kërkesë për plotësimin e kushteve minimale teknike për kryerjen e veprimtarisë, të paraqitur në Ministrinë e Brendshme, si dhe kushtet e Ministrisë së Brendshme për mbrojtjen e rendit publik dhe sigurisë në komunikacion nëse janë plotësuar. Ministria e Ekonomisë, pikërisht për shkak se nuk ishin plotësuar kushtet për dhënien e licencës, nuk ishte dorëzuar dokumentacionin nevojshëm, nuk ka lëshuar licencë. Pretendimet se dikush nga Ministria e Ekonomisë ka lëshuar një licencë të rreme janë një sajese plot, nëse dikush, konkretisht sekretari i shtetit, do të merrte para, korrupsion për të lëshuar licencën, do të ishte lëshuar dhe regjistruar në ministri. Por edhe në regjistrin e licencave, i cili përditësohet vazhdimisht çdo muaj me të dhënat më të fundit, një licencë e tillë nuk regjistrohet. Nëse dikush ka falsifikuar një dokument jashtë institucionit, përgjegjësia është e individit apo e grupit që ka bërë të njëjtën gjë dhe duhet të ketë përgjegjësi.
Në përpjekje për të shpëtuar nga përgjegjësia që duhet të kenë zyrtarët e partisë së tyre, në radhë të parë kryetari i komunës së Koçanit dhe pushtetarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Koçanit, të cilët ndodheshin çdo ditë në objektin ku ndodhi ngjarja tragjike, qeveria e VMRO-DPMNE-s po përdor trillime për ta orientuar zemërimin drejt kërkimit të përgjegjësisë atje ku edhe nuk ka përgjegjësi. E vërteta e përgjegjësisë është si më poshtë. Aksidenti ka ndodhur në kohën kur VMRO-DPMNE ka qenë në pushtet me kontroll të plot mbi të gjitha institucionet, si në pushtetin qendror, ashtu edhe në atë lokal apo komunal në Koçan. Është kryetari i komunës së Koçanit nga radhët e VMRO-DPMNE-s dhe shefi i Ministrisë së Punëve të Brendshme i Koçanit me propozim të kryetarit komunës. Në 2. Ministria e Ekonomisë në vitin 2024, pikërisht për mos plotësim të kushteve, nuk ka dhënë miratim për klubin e natës, as shërbimet administrative në Ministrinë e Ekonomisë lëshojnë licencë për të operuar këtë kabare apo si klub natë. Dikush po tenton ta defokusoj këtë fakt me një gjoja falsifikim që nuk dihet nëse ekziston, kush e ka bërë dhe ka shumë mundësi që është krijuar pikërisht për të shmangur përgjegjësinë për kryetarin e komunës dhe ata që kanë 3 vite në pushtet dhe kanë lejuar të zhvillohen mira ngjarje për një vit të tërë pa leje në objektin ku edhe ndodhi ngjarja fatale. VMRO-DPMNE nuk ka 1 muaj në pushtet, por gati 1 vit në pushtet. Në atë vit reformuan tërësisht Ministrinë e Ekonomisë dhe është ndërruar në Ministri për çështje ekonomike dhe të punës. Në vitin e kaluar janë të përgjegjshëm dhe është dashur të mbajnë shënim se çfarë po ndodhte me objektet dhe të kontrollojnë përmes institucioneve të tyre se aty nuk ka patur kushte për një lokal nate dhe për këtë arsye nuk ka patur licencë për klub nate të lëshuar në vitin 2024 nga Ministria e atërshme e Ekonomisë. Kryetari i komunës së Koçanit, Papazov, jo vetëm që ishte detyruar të dinte, por edhe të ushtronte kontroll të përditshëm mbi funksionimin e objekteve në jurisdiksionin e tij. Në Koçan, si komunë me 31.602 banor dhe vetëm 2 vende që operojnë si një klub nate apo kabare, Papazov dhe autoritetet e komunës e dinin dhe ishin të detyruar të dinin se kompania MMM Cafe Doyle Koçani nuk kishte licencë dhe nuk i plotësonte kushtet. Kjo është një tragjedi e përmasave të papara, ku humbën jetën një numër i madh të rinj. Duhet të ketë përgjegjësi dhe llogariedhënie. Në këtë rast, është në mars të vitit 2024, Ministri i Ekonomisë, Zoti Bekteshi, nuk ka lejuar dhënien e licencës për një lokal nate për shkak se objekti nuk plotësonte kushtet. Nuk kishte asnjë licencë në regjistrin e ministrisë dhe as administrata nuk e ka përgatitur një licencë të tillë në vitin 2024. Pse objekti ka funksionuar pa licencë deri në mars të vitit 2025? Përgjigja duhet kërkuar në vendin ku duhet kërkuar dhe marrë përgjegjësi dhe llogari për këtë tragjedi. Në ditët në vijim do të japim publikut dokumentacionin dhe provat e plota se kush, si dhe në çfarë mënyre ka lejuar të ndodhë kjo tragjedi e tmerrshme dhe do të paraqesim një raport dhe prova të detajuara në prokurorinë publike për të nisur procedurën për përgjegjësi penale për personat dhe institucionet kompetente, sepse duhet të ketë përgjegjësi dhe kjo tragjedi nuk duhet të lejohet të përsëritet më. Po qituani mediumi, po qituana javnost, katastrofalната tragedija во Koçani, во која загина голем број наши сограѓани, pokrena mnogo prašanja za bezbednosta, kontrolata i funkcioniranja na institucijite, osobeno za onije koji soglasno zakon znaele i bile dolžni da znaat što se slučuje. Koçani je opština sa 31.602 žitelji, 12.000 domaćinstva
i samo 2 mesta koji работат дејност ноќен клуб, односно кабаре. Во ова населено место со граѓаните меѓусебно се познаваат, но и многу добро локалното население ги познава приликите во самата општина. Градоначалникот Љупчо Папазов, кој 3 години владее со општината Кочани, знаел и бил должен да знае дека фирмата МММ Кафе Доел Кочани нема лиценца и не исполнува услови да ја врши таа дејност во неговото населено место. На објектот каде се вршела дејност во март 2024 година, Министерството за економија не издаде лиценца токму поради тоа што не биле во тој момент исполнетите услови за такво одобрение, односно не ги исполнувал безбедносните услови за да добие лиценца. За прашањата дали во 2012 година биле направени сите потребни проверки, дали било утврдено дека просторот ги исполнува стандардите за противпожарна заштита, безбедносни излези и капацитет за евакуација, одговорот е едноставен. Во 2012 година, односно пред 13 години, објектот и да ги исполнувал минимално техничките услови да врши некаква дејност, тој во 2024 година не ги исполнувал условите да врши дејност кабаре, односно ноќен клуб. Затоа, клучно е кои институции, кои функционери и со чија одлука е дозволено во 2024 и 2025 година без лиценца дека смее да обавува дејност ноќен клуб, односно кабаре, и овој објект воопшто да функционира. Сметаме дека на јавноста и е јасно кој апсолутно владее во изминатата година во Македонија, во чие време се случи ова трагедија, кој дозволил да се случи и чија е одговорноста за случувањето на оваа трагедија. А одговорност мора да има. Согласно правилникот за исполнување на минимално техничките услови, правното лице пријавата за исполнување на минимално технички услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект ја доставува до надлежниот орган на општината Кочани, кој е надлежен и должен да врши контрола. Пријава за исполнување на минимално техничките услови, правното лице ја доставува и до Државен пазарен инспекторат во Кочани, кој е надлежен и должен да врши контрола. Согласно правилникот за исполнување на минимално технички услови за вршење на угостителска дејност во член 9 е утврдено дека објектите е неопходно да ги исполнуваат условите односно со барањето за донесување решение за издавање лиценца за кабаре, да достават решение од Централен регистар, уплатен надоместок до општината Кочани, пријавата за исполнување на минимално техничките услови за вршење на дејност доставена до ДПИ и до општината Кочани, како и согласност од МВР дека се исполнети услови за заштита на јавниот ред и мир и безбедност во сообраќај. Министерството за економија, токму поради фактот дека не биле исполнети условите за издавање лиценца и не била доставена потребната документација, не издал лиценца. Тврдењата дека од Министерството за економија некој издал лажна лиценца се целосна конструкција. Ако некој, поточно државниот секретар, земал пари да издаде лиценца, истата ќе ја издал и ќе била и евидентирана во Министерството, но и во регистарот на лиценци кој постојано, месечно се апдейтира со најнови податоци. А таква лиценца не е евидентирана, бидејќи и не е издадена. Ако некој фалсификувал документ надвор од институцијата, одговорноста е на поединецот или групата кои го сториле истото и одговорност мора да има. Во обид да ги спасат своите кадри од одговорност кој мора да ја има, а првенствено градоначалникот на општина Кочани и надлежните во Министерството за внатрешни работи Кочани, кои секој дневно биле во објектот каде се случи трагичниот настан,
Vladata na ВМРО ДПМН со конструкции се обидува гневот да го насочи кон барање одговорност каде што ја нема. Вистината за одговорноста е следна. Прво, несреќата се случи во времето кога на власт е ВМРО ДПМН со целосна контрола над сите институции и во централна и во локална власт, односно општинска власт во Кочани. Има градоначалник на Кочани од редовите на ВМРО ДПМН и началник на МВР Кочани на предлог на градоначалникот. Крешник Бектеши во 2024 година и Министерството за економија, поради неисполнување на условите, ниту дало одобрение, ниту административните служби во Министерството за економија издале лиценца за ова кабаре, односно ноќен клуб за работа. Овој факт се обидува некој да го дефокусира со наводен фалсификат кој не се знае дали постои, кој го направил, а можно е да е креиран токму за цел да се избегне одговорност за оние кои се на власт 3 години, а дозволиле цела година без лиценца и илјадници настани да се одвиват во објектот каде се случи кобниот настан. Трето, ВМРО ДПМН не се на власт 1 месец, туку се на власт скоро 1 година. Во таа година целосно го реформира Министерството за економија и го трансформира во Министерство за економија и труд. Во тоа време морале да водат сметка за што се случува со објектите и да контролират преку своите институции дека тамо нема услови и токму за тоа нема лиценца издадена од тогашниот министер Бектеши. Четврто, градоначалникот на Кочани, Папазов, не само што бил должен да знае, туку и бил должен да врши секојдневна контрола над работењето на објектите под своја надлежност. Во Кочани, како општина со нешто повеќе од 31.000 и само 2 места кои работат дејност ноќен клуб, односно кабаре, Папазов и надлежните од општината знаеле и биле должни да знаат дека фирмата МММ Кафе Доел Кочани нема лиценца и не исполнува услови. Ова е трагедија од невидени размери, каде животот го загубија голем број млади луѓе. Одговорност мора да има, а во случајов ноторен факт е дека во март 2024 година министерот за економија, господинот Бектеши, не дозволил да се издаде лиценца за тој објект, бидејќи објектот не исполнувал услови, лиценца нема во регистарот на Министерството, ниту администрацијата изготвила таква лиценца во 2024 година, а зашто објектот до март 2025 година работел без лиценца, одговорот треба да се побара на местото каде мора да се бара и добие одговорност за оваа трагедија. Во текот на следните денови ќе излеземе со целосна документација и докази за тоа кој, како и на кој начин дозволил да се случи ова грозоморна трагедија и ќе поднесеме пријава до јавното обвинителство за покренување постапка за кривична одговорност за надлежните лица и институции, бидејќи одговорноста мора да има и ова трагедија не смее да се дозволи да се повтори по никогаш повеќе. Ви благодарам. Ministri ekonomisë Krishtin Bekteshi, ndodhet në interesat në Bryssel apo në Ministri Bekteshi për 24 orë është caktuar ditën e djeshme që duhet të jetë ndaluar në stacionin policor, po pavarësisht kësaj, mendojmë se nuk është koha për politik, po flasim për llogaridhënie. Ne sot kemi nxjerrë në pah fakte dhe kemi përcaktuar saktësisht se kujt është kjo përgjegjësi. Askush nuk duhet ta shfrytëzoj këtë tragjedi për përfitime politike apo të manipulojë me emocionet e qytetarëve për të liruar dikë nga përgjegjësia.
Prandaj, raportin e plot me kronologjit, fakteve dhe ngjarjeve, përfshirë dhe dokumentet dhe provat, po mi mbledhim. Të njëjtat do t'i dërgojmë tek prokuroria publike, deri tek ju mediumet dhe tek mbarja e opinionit. Ju faleminderit.